Një paraqitje e shkurtër në një video të reperit me famë botërore Drake riktheu vëmendjen tek shqiptari nga Kosova, Hamdi Lataj, i veshur me një xhaketë të kuqe me simbolin e shqiponjës kombëtare. Lataj shfaqej mes imazheve luksoze të klipit, por përtej kësaj paraqitjeje, emri i tij lidhet drejt për së drejti me hetimet të organeve të zbatimit të ligjit. Përveç dënimit me 2 vite heqje lirie për një tentativë grabitjeje në një bank në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një investigim i rrjetit për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit tregon se emri i tij rezulton me rekorde policore në disa hetime të organeve të zbatimit të ligjit në Kanada. Ndërkohë jeta e tij publike tregon një realitet tjetër. Ai jeton në një kull në qendër të Torontos, ku qirat mujore arrin mbi $11,000 kanadez, ndërsa në rrjetet sociale shfaqet pranë makinave të serive të fundit, përfshirë modele që vlejnë qindra mijëra euro. Lataj duket se shijon të mirat e pasurisë, ndërkohë që dhuron edhe për kauza në vendlindjen e tij në Kosovë. Postimet në rrjetet sociale dhe klipet e lajmeve tregojnë se ai ka dhuruar të paktën €200,000 për bamirësi në atë dhe. Megjithatë, aktiviteti i tij profesional mbetet i paqartë. Gazetarët nuk mundën të gjenin dëshmi për profesionin e tij, përveç 2 kompanive me aktivitet minimal, ndërsa në dosjet e policisë kanadeze, profesioni i tij është listuar si i panjohur.